Zbatimi i projektit Cross Border Fire Shield ka të bëjë me njësinë rajonale të zjarfikësve, vjon me aktivitetet e planifikuara, duke e kthyer në sukses implementimin dhe zbatimin e tij për çdo partner dhe bashkëpunëtor të projektit, pas procedurave korekte të ndjekura në përputhje me kërkesat specifike sipas politikës së Bashkimit Evropian, në komunën e Bukovinës tashmë është prezent dhe mjeti zjarfikës i planifikuar për të qenë pjesë e mjeteve emergjente të ndihmës në njësinë e zjarfikësve në komunë. Ky mjet do të shërbejë nevojave të kësaj komune dhe do të lehtësojë së tepërmi procesin e ndërhyrjes dhe të dhënies së ndihmës së parë për problematikat e shfaqura dhe ndodhura në zonë. Lidhur me realizimin e këtij projekti, kryetari i komunës së Bukovinës Besnik Emshiu për televizionin Koha tha se jemi marrë vesh me kryetarin e Vrapçishtit që ne të fillojmë të funksionojmë. Lidhje me projektin për zjarfikës ka qenë një bashkëpunim ndërkufitar me Shqipërinë, do thotë edhe komuna e Vrapçishtit dhe komuna e Bukovinës së Bashku kemi qenë anën ka Republika e Maqedonisë së Veriut. Ne presim blok dotacionet nga Ministria e Mbrojtjes. Mirë po, jemi marrë vesh me kryetarin e Vrapçishtit që ne të fillojmë të funksionojmë, ai të bëj pagesën e disa punëtorëve të komunës së Vrapçishtit, ne të bëjmë pagesën e disa punëtorëve të komunës së Bukovinës dhe e kemi emëruar një ushtrues detyre. Ai është ushtrues detyre i komunës sonë, është Ikmeti nga Bandimi Sollac, është ushtrues detyre si drejtor dhe unë bëj pagesën e atyre derisa të filloj të funksionoj, derisa të thithim mjetet nga Ministria e Mbrojtjes. Do thotë, projekti lidhur me zjarfikësit është funksionon, mirë po ende nuk kemi blok dotacion nga Ministria e Mbrojtjes. Kryetari Besnik Emshiu tha se tani më kanë filluar me pagesat e disa punëtorëve. Për momentin do thot pagesat ato i marrin punëtorët, disa shërbime i bëjmë, zyrtarisht ende nuk e kemi lëshuar në përdorim. Së shpejti pritet edhe të lëshohet, jo zyrtarisht do të lëshohet kur do të fillojë blok dotacion nga Ministria e Mbrojtjes, atëherë mirë po në mes marrëveshjes të dy komunave do të fillojë. Sipas kryetarit të komunës, për momentin komuna e Bukovinës bën pagesën e punëtorëve, 5 punëtorë dhe 1 ushtrues detyre si drejtor. Kemi 2 kamion dhe pajisje të kompletuara. Na duhen ende mjete. Mirë po, të fillojmë të funksionojmë, pastaj do të pajisemi dhe me mjete të tjera.